Deklarata e vëllait të Rogertit erdhi në një moment kur tensionet dhe komentet publike kishin filluar të rriteshin ndjeshëm, duke tërhequr vëmendjen jo vetëm të ndjekësve të spektaklit, por edhe të opinionit më të gjerë. Me një ton të qetë, por të prerë, ai zgjodhi të japë një mesazh që synonte më shumë uljen e situatës se sa për shkallëzimin e saj. Sipas tij, mënyra më e mirë për të zgjidhur çdo keqkuptim nuk është dalja në publik me deklarata të forta, por komunikimi i drejtpërdrejtë brenda familjes. Ai theksoi se gjërat mund të ishin menaxhuar shumë më ndryshe nëse do të ishte zgjedhur rruga e bisedës private. Do ishte më mirë të fliste privatisht, jo në televizor, u shpreh ai, duke lënë të kuptohet se ekspozimi i çështjeve personale në publik shpesh i komplikon më shumë situatat se sa i zgjidh ato. Ai shtoi se familja nuk ka asnjë interes për konflikt apo përplasje, përkundrazi, dëshiron qetësi dhe mirëkuptim. Sipas tij, rrugët e komunikimit janë gjithmonë të hapura dhe askush nuk është i penguar për të bërë një hap drejt pajtimit. Rrugët i ka të hapura